Edhe pse është një nga njerëzit më të votuar në Kosovë, jeta e Albin Kurtit nuk ka qenë e lehtë. Për të arritur këtu ku është sot, i është dashur të kalojë sprova, jo vetëm ai, por edhe familja e tij, sidomos mamaja, Arife Kurti. Ishte viti 2000, brenda mureve të zynta të burgut, një mësuese nga Prishtina, po përballej me provën më të rëndë të jetës së saj. Arife Kurti, me duar që i dridheshin, por me kokën lart, po priste të shite djalin e saj Albinin, i cili ishte dënuar me 15 vite burg nga regjimi i Miloševićit. Dëshmitarët e asaj kohe tregojnë momentin kur mamaja e Albinit pa të birin pas xhamit u trondit, sepse pa që ai ishte dobësuar shumë, por kishte një vështrim të papërkullur. Mamaja në vend që të qante i kishte thënë vetëm 4 fjalë të birit që mbetën në histori. Qëndroi fort e mos u korrit. Në ato takime të rralla, mamaja e tij përpiqej t'i dërgonte libra dhe ndonjë ushqim që t'i kujtonte shtëpinë. Mamaja e Albinit kujton se i biri i kishte bërë vetëm një kërkesë. Ju lutem, më sillni libra, këtu muret nuk më lën që të mendoj. Ky insistim i tij për dije, edhe kur mendohej se mund të humte jetën, e mbante nënën e tij me shpresë se një ditë ai do të kthehej për t'u udhëhequr. Kur Albini u lirua në vitin 2001, takimi i parë në shtëpi nuk ishte me kamera. Mamaja e kishte pritur te dera me një përqafim të zgjatur pafund. Ajo nuk pyeti për politikën, por i preku fytyrën të birit për të siguruar se ai ishte i vërtet, ishte gjallë, ishte aty dhe ishte i pamposhtur. Edhe pse prindrit e Albinit qëndrojnë plotësisht jashtë skenës politike, janë disa sprova që kanë shënjuar fort jetën e tyre.